Përshëndetje të nderuar miq, do ta nisim ditën duke shkuar në Prishtinë për të zhvilluar një bisedë atje me profesorin Selahattin Koceri, njohur si zhvillime politike dhe ekonomike. Profesor, mirëmëngjes dhe faleminderit. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Profesore, vetëm janik që ka mbetur pa u zgjidhur tani është presidentja. Por duket se ju në një nga shkrimet që keni botuar së fundmi e keni gjetur edhe recetën, mund të them, se si Kurti nën tokë po i bën votat e nevojshme për ta zgjedhur edhe mendimin e LDK-s për ta kaluar këtë krizë, ndërkohë që dy fajtorët e vetëm për këtë vit të dështuar quani Kurtin dhe Abdi Xhikun. Po, para se të mbohet kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka pasur bisedime në negociata ndërmjet Kurtit edhe Abdi Xhikut. Të drejtë për drejtë apo me ndërmjetës, me emisar? Edhe me emisar, edhe të drejtë për drejta, por në kushtet të ilegalitetit thellë për të mos parë qytetare se çfarë po ndodh, e sidomos për të mos ta hetuar shumë antarësia. Edhe një grup brenda LDK-s, ai ka mbajtur takime shumë të fshehta me Kurtin dhe njëkohësisht në të njëjtën kohë ka pasur biseda edhe ndërmjet Abdi Xhikut edhe Vjosa Osmanit. Në vërtet, takimet edhe bisedat mes Vjosës edhe Abdi Xhikut asnjëherë nuk kanë ndalur. Ato janë profesor, edhe ndoshta kanë qenë edhe më të lehta për shkak të asaj që ju më keni thënë në bisedat më përpara të lidhjeve familjare, edhe ka qenë më lehtë se me Kurtin. Po, ato janë biseda permanente, ata kanë edhe biznes përbashkët, ushtrojnë biznes përbashkët në Kosovë dhe në Shqipëri, lumiri me prindonin, kështu që ata kanë lidhje ngushta familjare dhe kontaktet e tyre janë të shpeshta. Dhe tani çka ka mbetur në pas kuvendit të LDK-s, ku u konfirmua vazhdimësia apo ju vazhdua mandati zotit Abdi Xhikut, përkundër që një pjesë e madhe apo gati gjysma e delegatëve të kuvendit ishin kundër aty brenda asaj dite, brenda shtundës një mbledhje që zgjati jashtëzakonisht shumë, pati edhe diskutime shumë kundërshtuese për të vazhduar me lumirin kryetar, por megjithatë u arrit një konsenzus që në format fshehur të votohet për të vazhdu mandatin zotit Abdi Xhikut, përkundër asaj që ai zotëri e ka merituar të ecë nga partia sepse e ka dëmtuar rënd dhe e ka humbë shumë në këto zgjedhje, por edhe në zgjedhjet e kaluara. Edhe kemi info gati të sigurta se 2 nëndeg, që ata nëndeg zakonisht nëndeg të LDK-s vinë nga baza me vot të përcaktuar. 2 nëndeg të cilat ishin kundër që Lumer Abdi Xhikut i vazhdohet, ato u arrit që brenda mbledhjes, brenda kuvendit, edhe atë me insistimet e zotit Uku Rugova, sepse si duket dega mjaft e fortë që është i Stogut, ishte kundër Abdi Xhikut dhe arriti që zoti Rugova ta bindë në degën e LDK-s të i Stogut që të votoj për t'je vazhdu mandatin kryetarit, edhe një nëndeg tjetër, e di afërsisht cilar, por me qenë se nuk e kom shumë të konfirmuar, nuk po du ta për publike, kështu që 2 nëndeg me delegatet e vetë e bën diferencen edhe u vazhdu mandati i zotit Abdi Xhikut, përkundër asaj që kë është dashur të jep tërheqje të paravukueshme, sepse pa marrë parasysh që duket kështu se diçka u bë brenda LDK-s. Unë mendoj se LDK-ja nga ky kuvend ka dalë shumë e përqarë edhe e përgjysmuar. Pra më shumë e përqau edhe humbi nga kuvendi se sa nga zgjedhjet e 28 nëntorit, dhjetorit. Ma shumë ka humbur nga kuvendi, sepse edhe pse ka arritur tani
ajo struktura e deputetëve janë ma tepër në onën e Abdigjikut dhe me bindje të plotë them se ajo ndarja që unë e bëra me një shkremtimin se 57 deputeti ka vetë vendosja me partitë e koalicionit. Pastaj 12 nga 15 të LDK-s edhe minoritetet e arrin shifrën prej 80 sa duhet të jenë sallë, por jo vetëm sallë, por të hedhin voten në kutin e votimit. Në ditën kur t'jenë koha për zgjedhjen e kryetarit, por një problem tjetër që ne nuk e cekëm në atë shkrimin tonë është se paraprakisht ne kemi të bëjmë me konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e qeverisë. Problemi këtu do të paraqitet, sepse si duket, Lumir Abdigjiku po bisedon apo ka bisedu, por për pozicionin e kryetarit tjetë vjosa asmonit, por ai don hise, të shëron hise në qeveri. Dhe i vetëmi problem këtu që kam bet tani, sepse ajo çështja e presidentës veç të zgjidhet nëse arrihet që 4 ministri ti jepen Lidhjes Demokratike të Kosovës a do të lëndoj për këtu Albin Kurti me gjasë nëse është interesuar. Mos fund zgjedhje të lira, edhe nëse është interesuar Kurti ta zgjedh edhe për një mandat zonjën Osmoni, atëherë sigurisht se do të lejoj apo do t'ja jep 4 ministri, të cilat ministri sigurisht për garancia do t'jenë ma të rëndësishme, sepse Albin Kurti e ka po vetë, e din shumë mirë që në disa sektore, sidomos në diplomaci, në Ministria e Punëve të Jashtme i ka dështu, infrastruktura i ka dështu, i ka disa departamente, disa ministri të cilat i kanë dështuar, kështu që ka shumë mundësi që për shkak të kuadrove që i ka LDK-ja, të cilat nuk mund të jamohojmë, atëherë kështu do të ecet para edhe do të konstituohet kuvendi. Por diçka që përsëri nuk po hetohet e nuk po flitet në Kosovë. Në këtë rast, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, që unë e kom pas paralajmëruar atëherë edhe pse gjykata me qëllim nuk e dha përgjigje, sepse zakonisht kur bëhen 2 herë pyetjet njëjta në gjykata në rastin e dytë nuk jep vendim, por duke për rastin e kryetarit të minoritetit serb, kur e se vërtet përshkohet edhe një herë rreth krizës parlamentare, atëherë reagoj edhe e dha një vendim. Por në këtë rast, ne e dim që e ka dhënë pëlqimin konfirmimin zonja presidente se kuvendi është konstituuar dhe me këtë rast ka shkelje të kushtetutës. Dhe në rrethona normale, kryetaria e shtetit duhet automatikisht të jep dorëheqje kur e ka dhënë pëlqimin në shkrimin për konstituim të kuvendit, e në anën tjetër gjykata kushtetuese ka thënë se ka pas shkelje të kushtetutës me rastin e zgjedhjes së nënkryetarit të 5 zotit Nenad Rashiq, i cili edhe është në kundërshtim me rregulloren e LDK-s, edhe është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës, kështu që presidentja nuk ka pasur të drejtë ta nënshkruaj konstituimin e kuvendit dhe ajo është në shkelje kushtetuese edhe duhet të jap dorëheqje. Kjo prish punë. Diçka tjetër prish punë edhe si duket këta provojnë edhe një herë të shkojnë me Nenad Rashiqin, sepse e ndëgjuam edhe ish-kryetarin e kuvendit Dimaj Bashën, i cili në farë mënyrë nuk e pranoi vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe kjo, nëse këta përsëri shkojnë në formën që të zgjedhin dikend, që nuk e propozon në këtë rast, asnjëherë lista serbe nuk do ta propozoj Nenad Rashiqin, i cili është zgjedhur kësaj radhe me votat shqiptarëve. Shqiptarët e kanë votuar në gjitha komunat, vetëm në Podujevë Rashiqi ka marrë 300 vota, edhe në komuna tjera shqiptare ka marrë vota, domethënë serbët e dinë këtë,
dhe në këtë rast konsiderojmë se Rashiqi nuk është zgjedhur me votat e serbëve, por është zgjedhur me votat e shqiptarëve, edhe ai nuk është legjitim, edhe nuk është përfaqësues i den e interesave të komunitetit serb. Gjithnjë po them sipas serbëve, nuk po them unë që prej meje se ai nuk i përfaqëson, por po them bazë asaj që përfaqëson lista serbe edhe komuniteti serb që i kanë votuar non deputetët e listës serbe, edhe ata e duan që përfaqësuesit tyre në kuvendin e Kosovës, sepse pozita e 5 apo në kryetari 5 nuk ka asnjë rëndësi për të prolonguar në këtë formë dhe për të shtyr zgjedhjet deri në pafundësi, sepse vërtet kjo s'ka kuptim edhe është e tepruar. Nga gjitha analiza, profesor, unë kuptova që si të futet LDK-ja, si mos futet qeveri, po shkon në histori. LDK-ja? Po, LDK-ja do të shkoj drejt, jo, nuk mund të them shurjes, por luftë për të siguruar pragun, sikur do t'i vije puna sikur partisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cilat në vazhdimsi prej themelimit vetëm në rastin e parë ka pas një numër të konsideruar të vota, gjithmonë pastaj ka luftuar për pragun. Edhe njëjtë do t'i vije, sepse është e pashmarrë me thyrja. Në dy thyrjet bëhen keq. Në dy gjithmonë, edhe në kohën e Rugova, edhe në ka munduar Rugova, por me gjithate Rugova nga një përqindje madhe që e kishte nuk ka arritur të ruaj dhe ka pas përçarje edhe në kohën e Rugovës. Më pas Rugovës e dim atë thyrin e madhen me Sejdiut edhe këtij zotit Daci, edhe pastaj kuvendi Karrika e kështu me radhë gjithmonë. Tani kjo thyrje nuk o duk fort, por kjo thyrje është jashtëzakonisht e madhe, sepse 135 deputetet, edhe ata 30 të cilët janë ndryshuar në momentin e fundit, ajo është thyrje e cila nuk mund të kapet. Andaj LDK-ja po shkon drejt një katastrofe, edhe për momentin jo Abdigjiku, por as Hoti nuk do të mund ta rimërkëmbke, sepse edhe Hoti do të ishte njëjtë, edhe po të kalonte Hoti do të kalonte njëjtë me 160, me 140, do më thonë, dikon do të ishte aty ngjajshëm. E në këtë rast, unë mendoj që Lumir Abdigjiku është fajtori kryesor që nuk e ka dhënë dorëheqjen e paravukueshme, edhe ta liroj partinë, shkojnë në zgjedhje apo ta mbajnë mandatin derisa të bëhen zgjedhjet nga baza, sepse si duket edhe ata delegatë e kuvendit të LDK-s janë delegatë të cilët ju ka kaluar çdo mandat, sepse më të LDK-s ka pas zgjedhje, edhe ata dëshirojnë të ruajnë atë karrikë, edhe pse nuk ka po atë privilegje të cilin e kanë brenda partisë, edhe kanë dashur që këtë të ruajnë nëpërmjet Abdigjikut edhe dëshirës për të kapur diçka nga resoret qeveritare. Edhe nëse Kurti i lëshon pe, kjo do të ndodh, edhe unë jam edhe le të ndodh se vërtet është keq nëse shkojmë edhe në një palë zgjedhje. Edhe pse zgjedhje, po mos ishte kjo LDK, tani e përçarë. Unë jam i bindur që zgjedhjet që do të shkonin në fund të prillit, ose në maj, do të jepnin krejt një rezultat tjetër. Vetëm është mirë që mos qëllohet ndonjë datë që diaspora shqiptare do të vinte në Kosovë dhe do të votonte masuvikisht siç ka ndodhur me rastin e zgjedhjes 28 dhjetorit. Them, tani është gjendja edhe më keq, meqense vazhdoi Lumir Abdigjiku. Tani edhe nëse shkojmë zgjedhje mund të rritet pak. LDK-ja derisa të tjerët, LDK-ja edhe Aleanca do të luftojnë për pragun, mu për shkak të këtij kuvendi famkeq i cili vërtet ka ndiku keq në perspektiven e LDK-s, por edhe të mundësisë që opozita në Kosovë më në fund të spaku të fuqizohet, ose të vjen në pozitën që ishte në zgjedhjet e shkurtit vitit të kaluar, sepse tani shtrohet pyetja,
Pse Lumir Abdigjiku në hyri në koalicion në zgjedhjet e kaluara kur kishte pozicion shumë më të fortë dhe mund ta merrte gjysmën e qeverisë, edhe mund të futeshin marrëveshje edhe për presidentin. Ai tash kur është në një pozicion shumë më të keq, kur ti mund t'i jap 4 pozita qeveritare, por më njëherë pas zgjedhjes së presidentes Kurti ata mund t'i shkarkoj pa asnjë problem. Edhe do të duhet vepronte në atë formë Kurti, sepse vërtet ky nënshtrim i Lidhjes Demokratike, partisë parë në Kosovë është i pa arsyeshëm, i pa dëshiruar, edhe nuk e don as elektorati i vet, sepse unë e njeh shumë mirë elektoratin e LDK-s. Ka shanse që të keni ndonjë parti tjetër që mund dalë nga LDK-ja në çarje aty? Që ndonjë, se çarja është, por që të marrë iniciativën, Hodi apo ndonjë tjetër? Pat disa, po them disa media, apo një media, nuk e di cila ishte, që dha një informat, besoj ishte fake news, lidhur me votin që gjëja po shkon me PDK-n, nuk besoj. Do të ketë tendenca për të formuar një parti, ose do të heshten, dhe do të rrinë atë pasel, për fat keq ky fraksioni, nëse mund të themi, në këtë rast i Hikmet e Bajramit, ose Hotit, është njëjtë, kanë mbetur në pakic brenda LDK-s, edhe fiton opcioni i Abdigjikut. Ata janë 12 me garancion, nëse edhe ndonjëri prej këtyre, edhe pse unë jam i bindur që Hikmet e Bajrami edhe zoti Hoti, nuk dija e kanë edhe Janina Imerin, nuk e di edhe kush është i treti, sepse Arben Gashi është, por Arbeni se di nuk i kam rri votat me Gjos, zoti nuk më duket edhe këtë djalin nga Deçani, Zemaj, Armen Zemaj, mund të jetë në grupin e zotit Hoti, por se këta do të formojnë parti, është bukur problem, sepse kanë pas kësi përpjekje, ka dështuar edhe Vjosa Osmani, ka dështuar edhe zoti Doci, kanë dështuar gjithë, edhe nuk besoj që do të formojnë parti të re politike, përveç nëse mund t'i bashkangjiten Ramush Haradinaj. Mund t'i bashkangjiten Ramush Haradinaj, sepse edhe kanë marrëdhënie shumë të mira, Ramushi me zotin Hoti, me Hikmetin dhe me disa tjerë brenda LDK-s, e kundërta nuk ju sjell asgjë pozitive, sepse LDK-ja do të sillet aty edhe me krejt bashkë 80% nëse shkojmë rastësisht në zgjedhjet e reja në prill ose në fillim të muajit. Me Gjos po kalkulon, nëse e shkel edhe herë kushtetutën, edhe zgjedhin zotin Rashiq në nënkretar, janë të pashmangshme zgjedhjet, sepse tash edhe jem të kufizuar, nëse me 4 mars nuk zgjedhet presidentja, ne shkojmë automatikisht në zgjedhje. Gjosat nuk janë fare të zgjedhet deri në atë kohë presidentja as konstituimi i kuvendit, sepse edhe 15 ditë veç po na humben, sepse i kishim 8 ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, edhe kështu që ne veç po shkojmë drejt. Nëse tash edhe afati i gjykatës supreme merret parasysh, 15 ditë nëse veprohet në krejt afatet, edhe 15 ditë deri në gjysmë të shkurtit nuk mund të certifikohet rezultati. Edhe pas certifikimit rezultatit një 7 ditë nuk thirret kuvendi, ose 10 ditë minimum, edhe ne veç shkojmë datën e 4 marsit dhe zgjedhjet në mënyrë automatike shkojmë në zgjedhjet parakohshme 45 ditë, e që i bie dikun në fund të prillit. Edhe diçka të fundit kam, profesor, për PDK-n që nuk folëm sot.
Aty duket ka një heshtje, një status quo, syt nga Haga, mbajtëm elektoratin që kishim, nuk vajtëm me poshtë po as me lart, edhe presim çfarë vendimi do jetë në Hagë. Të dukeja po pret se si duket nuk kanë lider të denjë që mund ta çoj përveç të ruaj këto vota që i ka, bile edhe të shkojmë në zbritje të shkoj të dykeja, pritet vendimi i gjykatës të Hagës, urojmë, shpresojmë që të jetë pozitiv, domethënë të dalin nga burgu i Hagës Thaçi, Veseli, edhe nuk e dim me shumë gjaz, ata kanë thënë që nuk do të merren me politikë, por duke parë edhe ata rrezikun e madh që po vjen nga udhëheqja e Albin Kurtit, jam i bindur që do të aktivizohen, nuk do të mjaftonte besoj Kadri Veseli që t'i pri partisë, por Thaçi jam i bindur që do të bënte një rikthem, por ajo që më shumë t'i dhem, pa më morë parasysh maksimumin që mund t'a bëj Thaçi, mund të ngritet përqindja e PD-s në 35%. Por kur shkon 35%, sigurisht që dëmtohet mas punti kjo lëvizja vetëvendosje. Andaj, pra, merr nga vetëvendosja, jo nga partitë e tjera. Ja, merr nga vetëvendosja, sepse edhe elektorati i PD-s kryesisht është në vetëvendosje, edhe ne do të marrim nga vetëvendosja. Vërtet ne, PD-ja, se unë nuk jam parti politike, por po më kujtohet kur isha në PD. Profesor, të lutem dhe diçka për ta mbyllur, është folur shumë në mediat analizë serb së fundin në media në Tiranë, por edhe në Tiranë ka pas analiza të tilla që në shtëpinë e Ballër po përgatitet një draft që Trumpi ta detyrojë Vučićin të njohë Kosovën. Po, edhe dje ka pas informata, edhe ne kemi informata se në shtëpinë e Ballër veç është i përgatitur. Faktikisht do të jetë marrëveshja në mes të Zotit Hoti edhe Vučićit që do të riaktualizohet, por tani është shtuar edhe Lugina Preshevës. Kjo ishte fitoria më e madhe për momentin. Kjo është fitoria më e madhe e lobistëve shqiptarë të Amerikës, edhe jam i bindur që fundi i prillit kuptohet nëse gjeopolitika edhe problemet e mëdha të cilat janë në arenën ndërkombëtare, edhe lindja mesme, edhe Ukraina, të marrë një epilog, për ndryshe unë dyshoj edhe frikoj që do të merret Trumpi me ne. Andaj presim që definitivisht në formë, si din të veproj Trumpi, pas zgjidh një herë mirë çështjen e Kosovës, edhe të ketë njohje reciproke, sepse edhe Vučići në një mbledhje që mori pjesë në qeverinë e Serbisë paralajmëroi se na presin dy vendime shumë të mëdha edhe të dhëmshme për Serbinë, edhe unë nuk kuptova që është autonomia substanciale e formatit të Mitrovicës së Veriut edhe për Luginën e Preshevës. Domethënë, do të jetë një paraspesh mes Luginës Preshevës, asociacion i komunave shqiptare në Lugin edhe asociacion i komunave shqiptare në Mitrovicë, do të barazohet edhe do të ketë njohje reciproke Serbisë për Kosovën edhe Kosova, edhe pse Kosova e një. Duket sikur është bërë një shkëmbim de facto, nuk është një de jure. Kjo është mirë Lugina Preshevës, me qenë se u përfshin këtë rast, kur ishte atëherë ku bisedoi flitej për korrigjimin e kufeve që gjëja kishte bërë Hashim Thaçi me Trumpin, tani më veç nuk ka nevojë për korrigjim, nëse vjen një asociacion i komunave shqiptare në Lugin edhe asociacioni i komunave, këtu besoj që edhe Kurti do të jetë i gatshëm ta nënshkruajë dhe të pranojë këtë marrëveshje, sepse po nxjerrim diçka nga ajo që ai njohër edhe në Bruksel e humbi zoti Kurti, tani me Luginën e Preshevës besoj që bëhet një lloj paraspeshje, një lloj barazimi
edhe njihet reciprokisht Kosova nga Serbia, sepse fundit e bën vërshëm, sepse ne e pom si veproj me rastin e Maduros, zoti Trump. Kështu që në absolut rastin e Serbisë dhe rastin e Kosovës, rastin e Kurtit dhe Vučićit, unë mendoj që nuk është fare arre fort, por është një arre kalbur që shumë letë do t'i thej edhe do t'a pranojnë që të dëtë një marrëveshje të re, e cila veç do t'a lejoj Kosovën të jetë para se vërtet në këtë gjendje jemi duke humbur shumë, edhe më shumë t'i po humbë populli i Kosovës se krejt të tjere, sepse Serbia me gjithate është shtet moti, i ka të gjitha, ne në Kosovë kemi probleme shumë të mëdha në energji, në ekonomi, në të gjitha sferat, e sidomos në emigrim të madh popullsisë, e cila viteve të fundit është më e madhe në historinë e Kosovës, në historinë më të re të Kosovës. Profesor, falenderoj shumë për bisedën, për zbërthimin e aktualitetit, çfarë po ndodh atje dhe çfarë pritet të ndodh. Jam i njohur shumë për kohën, edhe të falenderoj dhe në emër të shikuesve. Faleminderit, ishte kënaqësi. Miru takofshim.